Allahu xhallahu ala ka treguar se prej tipareve të besimtarëve është që këta lutën që të kenë një familje të shëndosh, lutën që të kenë edhe fëmijë. Pra, për të na treguar neve se feja në asnjë rrethon, në asnjë moment nuk miraton ditë që bie ndesh me natyrën e pastër njerëzore. Besimtarët janë besimtarë, janë afër Allahut xhallahu ala dhe si të tillë janë shumë normal edhe në çështjet e kësaj dunjaje. Ajo që duhet besimtarit ta ketë parasysh është që dunjaja nuk guxon të jetë ose të përfshi më shumë se sa dorën e tij. Pra duhet të jetë vetëm në dorën e tij dhe jo në zemrën e tij. Zemra është vetëm për Allahun te bareke ve teala. Asgjë tjetër nuk mund ta mbush atë. Nëse dunjaja është në dorën e njeriu dhe nuk mund që të ketë ndikim në menaxhimin, në drejtimin e tij, atëherë nuk bie ndesh. Dhe rrjedhimisht nëse fëmijët nuk të largohen nga Allahu te bareke ve teala, përkundrazi i shesin një mundësi që nëpërmjet tyre ta fitosh edhe xhenetin, atëherë kjo gjë është e lavduar. Thjesht në Islam fëmijët kanë vend. Fëmijëve i është kushtuar rëndësi për shkak se ata paraqesin edhe një aspekt se thuash rekreativ, një aspekt çlodhës, pushues, një aspekt dëfryes, relaksues tek besimtari. Janë, do të thotë, edhe bukuria e kësaj bote që njeriu e bëjnë të lumtur. Por kjo dëshirë nuk është lënë vetëm në suazët e një dëshire të thjeshtë. Në Islam, çështja e fëmijëve është rregulluar me norma. Allahu te bareke ve teala dhe i dërguari i tij na kanë mësuar në detaje se si ne ta trajtojmë familjen. Është interesante që në Islam pejgamberi alayhis salatu wassalam ka treguar se fëmijët që të gjithë janë të pastër. Fëmijët të gjithë, pavarësisht se prindërit e tyre çfarë feje kanë, pavarësisht se nga cili kontinent vijnë, pavarësisht se cilës rasi përkasin, fëmijët lindin të pastër. Që gjithë janë të pastër, janë besimtarë. Dhe ne i llogarisim në Islam të gjithë fëmijët derisa të hyjnë në moshën madhore, janë musliman, janë besimtarë, nga se janë të krijuar në natyrshmërinë e pastër.